Mutin ti, Viktor, do ta prit. Po shive çfarë do t'i bëj unë tash, do ta bësh ty dhe unë. Po jo, po s'ka lezet me një femër me e pështy. Duket sjellje keqe. Duket shumë sjellje keqe. Për zotin. Duket sjellje keqe. Ti që e erdhe tani, do me boj intriga, ja kuptan. Po nuk të dha për me emrin, se kupto veti. Mos bë gjeste, jo, nuk bëj gjeste, nuk bëj gjeste. Po kur ma qoj live, janë nxjerr 10 herë fotot e veta. Prit, po e qovi live 10 herë, do janë nxjerr fotot e veta. Po rren më njerë, tha mu, tha këtu, tha janë ambienti, tha ku shkoj unë. Qo puna aty? Tha shu, qa është? Kylloj ambienti këshu? Tu shaj, po normale, si do i shaj njerëzit, me familje për famë. Une nuk e shaj do, se ka një nëndë shkret, aja shkret argjynaf. Une nuk ja prek do të familje, nuk ja prek do të fmin, nuk moj. Aja le të vazhdoje, se ja kena liru rrugën. Aja le të vazhdoje. Le të vazhdoje, aja ma të veta të vazhdoje. Nesër do kërkoje falje, e dio, nesër do thotë më falë se kisha pi shumë. Vazhdo, ecë për para. Po e qoj dhe i herë do ja veja të foton. Jo, nuk i them gjë, vetëm t'ja nxjerr foton, tak edhe di dal për live-it. Ai fol atje fotografit e veta. Për zotin. Po jare. Krejt njerëzit të më thonë qa hy me të, mos hy me të. Hy unë gjo atë duke sha njerëzit. Shaj këtë, shaj atë. Edhe njerëzit s'po e duan më tani. Kohët e fundit dhe njerëzit janë lodh nga sjellja e tij. Janë lodh, po i largohen shumë njerëz, po i largohet misia, po i largohen njerëzit. Sepse duket si djalë i mirë, e di, duket si njeri drejt, po duke e vazhduar, duke e dëgjuar me vëmendje gjitha ato sharje që ju bën njerëzve, e ka punën keqaj, nuk shahen njerëzit kot. Ju mbyll live, vërtet? Vërtej ju mbyll live, po shikon zoti. Inshallah po i bllokohet krejt live-i. Prit. Ufa, sa gjynaf, të është mbyll live-i. Ja, tani po shkruan. Hajde këtu të live, hajde mjepi qika audiencë, hajde se ti vetëm audiencën do. Hajde o kingu bukur, hajde. S'ke nevoj, shkruj këtu. Hajde, se ti aq burrje, inshallah po vjen dhe po na shikon. Ti aq burrje, sa zihesh me femra. Ti kote bën ndeshje me Metisenin. Ore bablok. Ti re bablok. Hajde ziu me mua. Ti futu në ring me mua. Po të reha. Me 2 shpulla, me të hedh në tokë, qofsha femra më e poshtër në botë. Për atë zot. Ti kot ma i musklit kështu, ngrej kështu. Muskull kam vetën, o Viktor Doda. Muskuj kam vetë, ti hajde në ring me mua, s'ke nevoj të zjesh me burra, se përderisa shan femrat, e mendon të tregosh burni me femrat e TikTokut, shaj këtë. Na largove nga gjithë njerëzit të burrit dhe 100 herë të më thonë, mos hy me këtë, mos hy. Po kush je tjera? Unë do hyn live-in tim me këdu vetë. Ndaç me goca, ndaç me këtë, me këdu vetë. Por ama jam duke të thënë, mua kërcënime mos më bë, se valla për zotin të rej shuplaka. Qa ka gurë në rrugë, ti marrë këtë gurët e ti hedhë surratit. A kuptan? Kur da me bë trimëri, s'ke nevoj ti me Metisenin, se ti as me Metisenin s'ke me bë, se filma i ke. Ti, hajde, zina bashkë, mo. Pene bastin, 100.000 euro, 200.000 euro, tek për tek. Ina Gjoka, Viktor Doda në ring. Edhe të shikosh ti kush është më i fort, ti apo unë. A kuptan? Erdi Viktor Doda. O, përshëndetje na erdi Mojësia i madhërishëm, më i madhi, erdi madhëria. Ti, më, të sharjet e tua i kena në gjumë gjithë, mos i bëni blok. Mos është i madhërishmi Mojësi Doda. O, Mojësi Doda. Ti kotë bërë si i fort, o Mojësi Doda, kote ke bua të ndeshjen me atë Metisenin. Ti, hajde futu në ring me mua. Rej mirë se po ti nxjerr dashnoret e tua këtu në TikTok.
rri mirë me Ina Gjokën. Kaq po them, rri mirë se ti kam kreta. Rri mirë, se jam pak më e zgjuar se ti. Rri mirë se të halladis ty edhe ato që i ke rreth e qark. Kështu që po them, me mua mbylle. S'po të shaj, je duke më shar. Je duke më shar pa të bërë asgjë, po jam të thënë mos u kryj shumë, kaq. Mos u kryj shumë. T'lutem se do